Ka nisur puna në teren për realizimin e një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore, i cili po zhvillohet në Vlorë muajt e fundit, pikërisht puna për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës. Firma e cila po realizon këtë projekt prej disa ditësh ka filluar punën fillimisht për largimin e mbetjeve inerte prej zonës në fjalë. Faza e parë e këtij projekti konsistonte pikërisht të largoheshin mbetjet inerte, të cilat gjendeshin në zonë si rrjedhoje shembjeve të godinave të banimit, por edhe disa bizneseve në brendësi të zonës pranë portit detar, pjesë e lagjes 1 Maj. Pas largimit të gjitha mbetjeve inerte, projekti në fjalë mund të quhet zyrtarisht i nisur. Siç po ndiqni edhe nga pamjet të transmetuara në ekran, të filmuara nga televizioni jon këtë të njëjtë, po punohet për realizimin e rrugës, e cila do të lidh aksin transballkanike me portin aktual të Vlorës, po punohet për krijimin pikërisht të trases së rrugës dhe hapjes të gjithë territorit hapësirës se ku do të kalojë ky segment rrugor. Në zonë do të shembe tashmë vetëm një godinë banimi 2 katëshe, e cila ka mbetur aty ende pa u shembur. Prej saj ja larguar prej muajsh administratorët dhe janë hequr të gjitha pjesët orendi shtëpiake. Është e vetmja godinë që pengon ende vjushmërinë e projektit në fjalë, e lënë për të shembur dhe për të pastruar territori nga inertet brenda disa ditësh. Sipas informacioneve, rruga, pa llogaritur gjerësinë e trafikndarses, do të jetë gjithsej 15 metra e gjerë, ku do të ketë 2 korsi, drejtime të qarkullimit rrugor, secila prej korsive do të jetë e gjerë 7.5 metra, ku sigurisht në mesin e tyre do të ketë edhe një trafikndarse. Nga të dyja krahët do të ketë trotuar, të cilat do të vazhdojnë drejt portit detar në të njëjtën formë si aksi transballkanike. Vend në projekt do të ketë dhe për realizimin e hapësirave të gjelbëruara dhe vendet për pemët, ku ka qenë më parë parku i tregtisë, do të krijohet edhe rreth rrotullimi. Rrethi i ri do të jetë në të njëjtën madhësi me rreth rrotullimin e skelës, por edhe në të njëjtën vijë ajrore, në të njëjtin drejtim me kulaçin e skelës, siç njihen ndryshe në popullat. Gjithashtu përgjatë saj do të ketë hapësira dhe për vendosjen e ndriçimit rrugor, i cili sipas planit të momentit do të jetë në të njëjtën formë si në transballkanike. Pra, ndriçimi rrugor do të vendoset në trafikndarse, ndërsa ai i cili do të ndryshojë trotuarët në vendkalimin e këmbësorëve do të jetë me shtylla ndriçuese 2.5 metra të larta. Projekti i realizuar, nëse nuk do të ketë ndërprerje, pritet të zgjasë për rreth 3 muaj.